Ne kemi të bëjmë me një demagog i cili ka shumë fjalë, mirë po ngel kur vinë tek veprat. Dhe fjalët e tij nuk duhet të merren seriozisht. Mirë po në faktin, domethënë kam fjalën për Albin Kurtin. Mirë po në Republikën tonë janë qytetarët ata të cilët janë duke pagu bashkë çdo vendim e çdo veprim që është duke marrë. Pra këta i ikut llogaridhënies. Në çdo hap, në çdo vendim që kjo qeveri ka marrë, i ikut llogaridhënies sa i përket kuvendit dhe deputetëve që në fakt jemi vetëm institucion që kemi mandat që të i dim të gjitha detajet në këtë proces. Po du mu këthy minjerë, ju Besnik Tahiri dhe Arben Gashi keni qenë për i deputetëve që keni lëgu shumë në atë kohë në Parlamentin Evropian se e përket antarësimit të Kosovës në Këshillin Evropës. Do deklarata e Rashisit, keni deklaruar në atë kohë, ju e keni publiku të ekskluzivisht në atë kohë në emisionet dhe zotimet e qeverisë Kurti në shkëmbim të pranimit, keni qenë pit para, që keni qitë krejt të marrëveshje. Rashisi e qiti ato që nuk ka të bëjmë me çështjen e pranimit Kosovës në Këshillin Evropës, po ka të bëjmë me hatrin e zotit Kurti ndaj Rashisit për 25 hektar tokë të manastirit të Deçanit. Edhe pse të nesrit e mohoj, thashtë kesi interpretu deklarata, po video është deklarata shumë i qartë. Si e keni pa këto? Si a keni koment? Tani, ne kemi të bëjmë me një demagog i cili ka shumë fjalë, mirë po ngel kur vinë tek veprat. Dhe fjalët e tij nuk duhet të merren seriozisht. Mirë po në faktin, domethënë kam fjalën për Albin Kurtin. Mirë po në Republikën tonë janë qytetarët ata të cilët janë duke pagu bashkë çdo vendim e çdo veprim që është duke marrë. Në letrën zotuese që është dërguar në Asamblenë e Këshillit të Evropës e që ka qenë e nënshkruar edhe nga Albin Kurti dhe nga Glauko Njufsa dhe nga Vjosa Osmani, po është takorduar edhe për vendimin që ju e përmendet pra për 25 hektar të manastirit, mirë po në të njëjtën kohë edhe për asociacionin, e dim që edhe vendimi i fundit që është marrë për ligjin për të huajt, po ashtu ka të bëjë me vetë menaxhimin, vetë qeverisjen, ka të bëjë me zbatimin e zëdhnicës, këta janë vetëm hapat e parë drejt zbatimit. E tha që ka pas edhe takime të fshehura, të cilat ne si deputet që është dasht me i ditë, e me qenë të njoftum në çdo hap, fatkeqësisht nuk jemi asnjë informat sa i përket zhvillimit të dialogut. Po ashtu, i kemi më shumë se 3 vite që as Albin Kurti e as vartësit e tij, pra ministrat, nuk kanë raportu as në komisione parlamentare e as në kuvend të Kosovës. Pra këta i ikun llogaridhënies. Që sa s'kanë raportu në komisione ministrat? 2 vite ka më shumë se 2 vite që nuk kanë ardhur në komision, pra i kemi dërguar 8 ftesa për raportim në komision të Besnik Bislimit, të Ministrës Gërvalla, të gjithë që kanë qenë të involvuar në proceset e dialogut. I kemi për kërkesë edhe Albin Kurtit përmes pyetjeve parlamentare, sepse në kuvend nuk ka ardhur asnjëherë me raportu për këtë punë, që 3 vite, edhe pyetjet parlamentare heku komplet nga agjenda, sepse nuk kish. Të ftesa keni bërë Besnik Bislimit Sarjan në komision me ardhur? Edhe Besnikut edhe Donikës të dyve. Mirë po. 8 ftesa. Më shumë se 8 ftesa kanë qenë në vazhdimsi. Nuk kanë ardhur asnjëherë me raportu për çështjen e dialogut. E jeni edhe ju vetë dëshmitar të kësaj pune. Pra këta i ikut llogaridhënies. Në çdo hap, në çdo vendim që kjo qeveri ka marrë, i ikut llogaridhënies sa i përket kuvendit dhe deputetëve që në fakt jemi vetëm institucion që kemi mandat që të i dim të gjitha detajet në këtë proces. Arion, a ju befasoj deklarata e Rashisit për zotin Kurti? Nuk me befasoj, se dim që çdo vendim, çdo fjalë që e ka thënë, ka mbetë vetëm fjalë. Veprimet të gjitha i ka në favor të komunitetit serb dhe gjithmonë në kundërshtim me asë çfarë ka premtu dhe në kundërshtim me gjitha ato që është zotu sa nuk ka qenë kryeministër. Pra të gjitha këto i ka vetëm fjalë dhe veprimet i ka për të qëndruar në pushtet. Çka do të thotë me letrën e zotimit që ka dhënë? A bie poshtë e letrës e zotimit që është në suazat të Këshillit të Evropës, është edhe mbej, sigurisht tash e pa me dhe dje, edhe sot edhe Franca shumë konkrete në tjera, Gjermania në implementimin e marrëveshjes së orit. Ja rikujtuar zotit Kurti. Çka është fatkeqësi është që njohja e ndërsjell nuk është në tavolinë. Po, asnjë nga letrat të cilat i ka pranuar së fundmi nuk flasin për njohje të ndërsjell. Dhe kjo është fatkeqësi për vendin tonë, sepse ne do të kemi një asociacion që është me kompetenca ekzekutive, që është pushteti i tretë. Dhe kjo nuk është dashur asnjëherë që ndodh dhe nuk ka qenë asnjëherë plan e as pjesë e marrëveshjeve të cilat janë takorduar nga kryeministrat e mëhershëm. Arion, letra zotimeve, a bie poshtë asha e letrës zotimeve apo poshtë aktive, se në zotimit cilat janë shumë?
Letra zotimeve është aktive, sepse është nënshkruar nga 3 krerë të shtetit. Pra 3 të cilët janë pozitat më të larta në shtet, është kryeministri, presidentja, kryetari i kuvendit atëherë. Andaj vinë kërkesat për Francës specifike nga Macroni edhe nga Gjermania për implementimin e marrëveshjes së Ohrit? Sigurisht që po, nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian të cilat e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe